Mirobaze, gazetari që qel berë, siç thot Indro Montanelli, që tani është bërë milioner me prona dhe pasuri të paluajtshme, ka bërë një publikim të tij si gjithmonë duke gjetur një gënjeshtër, duke e marrë dhe fryrë atë siç i fryn media gjërat. Në fakt, Mero në pleqërinë e tij të vetmuar dhe të hershme, duke se ka edhe probleme në mënyrën e artikulimit. Dikur ka shkruar edhe ndonjë rresht për të pëlqyer, tani ka ta ndisur në gazetarin e shtëpisë së Veliajt, në portalin e tij të mirë, çfarë nuk po shkruan. Ndoshta do të ishte më mirë të mos kishte më asnjë dalje të emrit të tij në media dhe të ruante ato pak reputacion të përmirë që i ka mbetur, por gjithsesi është zgjedhje personale. Në shkrimin e tij Mirobaze na tha se pretendimi i kryeprokurorit që media dhe politika të mos komentojnë punën e tij është më së paku naivitet dhe më së keqi një mendësi totalitare, një mendësi korporative e Republikës së Prokurorëve kundër lirive të garantuara nga Republika e Shqipërisë, dhe sa halli Altin Dumanit ishte presioni mediatik dhe politik dhe e drejta e disa prokurorëve për të rikandiduar në 2028. Për pikën e parë, për sulmet, akuzat, shpifjet, intrigat, fyrjet e bëra nga Mirobaze dhe mediat e Erion Veliajt ndaj prokurorëve të SPAK-ut, gazetari i familjes Veliaj na thot se është naivitet dhe më së keqi totalitare mendësia e tij që të mos i komentohet puna. Në fakt, të ishin komente mbi punën e SPAK-ut do të ishte një gjë shumë e mirë dhe racionale. Edhe ne si CNA bëjmë pafund komente, opinione, shkrime në lidhje me dosje të ndryshme, me hetimet, me prokurorët, që nuk janë sulme, por janë mbi fakte dhe prova, kurse Mirobaze nuk ka bërë koment ndaj SPAK-ut, por e ka sulmuar Olz Dadon personalisht dhe Altin Dumanin. Erion Veliaj ka shpifur, ka thënë janë kërkuar 2 milionë euro për ta nxjerrë. Mirobaze ka shkruar që prokurori i çështjes ka kërkuar një shtesë leje dhe kjo nuk i është dhënë nga Erioni dhe për këtë ndodhet në burg, mashtrim publik. Për gati 2 muaj nuk e ka nxjerrë këtë dokument, as kërkesën e prokurorit dhe as refuzimin e Erion Veliajt. Pra ajo që bën Mirobaze dhe të tjerët si pjesë ushtarëve mediatik të Veliajt nuk komentojnë punën e SPAK-ut as të Altin Dumanit, as të prokurorëve dhe as ndonjë mendësi totalitare, të cilët duhet ta sulmojnë të gjithë bashkë si media, por sulmojnë, akuzojnë dhe shpifin për të mbrojtur një të korruptuar që ndodhet në burg për 13 akuza. Pse nuk komenton Mirobaze hetimet e Edvin Kondillit për Ilir Beqajn, apo ato për sterilizimin dhe me radhë? Ndaj gjithçka që shkruan sërish është një mashtrim, është një lëqitje. Në fillim thot koment, megjithse nuk kemi të bëjmë me koment. Kemi të bëjmë me akuza, fyrje, shpifje dhe vepra penale dhe jo me një koment të një pune profesionale si media.